Për të aplikuar në universitet, hapur llogari bankare, regjistruar pronën apo kontrata qiraje e shitblerje, shqiptarët nuk do të kenë nevojë të firmosin fizikisht për të kryer këto procese. Pas identitetit digjital që do të zëvendësojë kartat fizike, vendi po hedh një tjetër hap para drejt nënshkrimit elektronik për marrjen e shërbimeve. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka hedhur në konsultim publik projekt ligjin për identifikimin elektronik, shërbimet e besuara dhe portofolin e identitetit digjital. Projekt ligji vendos përcaktime të qarta lidhur me nënshkrimin elektronik, bulat elektronike, shërbimin elektronik, të regjistruar të transmetimit, autentifikimin e faqeve të internetit, arkivimin elektronik dhe vërtetimin e atributeve, menaxhimin e pajisjeve të krijimit të nënshkrimit elektronik, menaxhimin e pajisjeve të krijimit të bulës elektronike dhe regjistrat elektronik në Republikën e Shqipërisë, si dhe vendos një bazë solide për ndërtimin dhe funksionimin e identitetit digjital në përputhje me standardet europiane. Projekt ligji përcakton metoda të reja për identifikimin e aplikuesit për pajisjen me mjetet të identifikimit elektronik, duke reduktuar në këtë mënyrë proceset administrative që kërkojnë kohë. Përdorimi i portofolit të identitetit digjital vlerësohet se do të mundësojë individëve dhe bizneseve akses të sigurt, të unifikuar dhe të ndërveprueshëm ndaj shërbimeve online, jo vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë, por dhe në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar.